Edhe pas një viti nga paralajmërimet, qytetarët ende nuk mund të marrin shërbimin e plot për marrjen e dokumenteve në mënyrë digjitale në vend që të presin radhë të gjata në sportele. Ligji për dokumentet elektronike u miratua para janarit të vitit të kaluar, por kur aplikon për të marrë një certifikat nga Libri Am përmes platformës e-shërbime, vjen përgjigje se aplikimi është pranuar, por nuk mund ta marrësh atë në formë elektronike, por duhet të shkosh përsëri në sportel dhe ta marrësh në formë letre. Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se së shpejti çdo certifikat do të merret në mënyrë elektronike. Во текст сме направени за 4 услуги кои што ги нуди управата за водење матични книги, извод од матична книга на родени, венчани, умрени и слободна брачна состојба. Сите тие за многу скоро време веќе сме во фаза на тестирање на услугите, ќе бидат пренесени на националниот портал за услуги и за секој од нив потврдата ќе биде добивана и електронски, а ќе имате можност да изберете да ја добиете на шалтер или да ви биде доставена по пошта. Andonovski foli edhe për roamingun falas me Bashkimin Evropian, shërbimi i njohur si roaming si në shtëpi, i cili ishte paralajmëruar të funksionojë që nga shtatori. Pastaj u shtyp për dhjetor dhe tani thot se mund të ndodhë këtë vit së bashku me Malën e Zi dhe Shqipërinë. Та забелешка беше дека до крајот на 2025 ние ќе ги исполниме сите услови, но заради нивната сложеност имам уште 4 дополнителни регулативи кои што треба да се усогласат. Еве го поместуваме рокот, тоа го кажав во едно телевизиско интервју и рокот ќе биде февруари 2026. Вториот елемент, политичкиот, кој што исто така сметам дека е важен, е елемент на лобирање, елемент на создавање некој вид на позитивен притисок да ова прашање роаминг како дома биде актуализирано на ниво на Западен Балкан. Edhe pse pritej që Maqedonia tashmë të merrte roaming falas me BE-n, u tha se vendi nuk plotëson reformën e nevojshme, ndërsa Komisioni Evropian konfirmoi se një përparësi të tillë do t'u jepet Ukrainës dhe Moldavisë.